8 marsi njihet në të gjithë botën si dita ndërkombëtare e grave. Kjo datë nuk është thjesht një festë, por një moment për të reflektuar mbi barazinë gjinore, të drejtat dhe arritjet e grave në çdo fushë të jetës. Historia e 8 marsit fillon në fillim të shekullit të 20 kur gratë në mbar botën filluan të organizoheshin për të kërkuar të drejta të barabarta me burrat, duke përfshirë të drejtën e votës, mundësi të barabarta pune dhe pjesëmarrje në vendimmarrje. Ato u përballën me sfida të mëdha, me paragjykime shoqërore dhe me presione që shpesh dukeshin të pakapërcyeshme, por guximi i tyre dhe vendosmëria ndryshuan rrjedhën e historisë. Sot, 8 marsi festohet me aktivitete kulturore, sociale dhe edukative në të gjithë botën. Nga marshimet, konferencat dhe programet humanitare, deri tek ngjarjet lokale që theksojnë arritjet e grave në komunitetet e tyre, kjo ditë rikujton gjithmonë se gratë janë forca që ndryshon shoqërinë dhe botën. Në këtë ditë, kujtojmë gratë që kanë guxim të ndryshojnë rregullat, të sfidojnë barrierat dhe të japin zë për të tjerët, ndërsa krijojnë mundësi për gjeneratat e reja. Gratë shqiptare janë një forcë e padukshme, por jashtëzakonisht e fuqishme. Ato punojnë çdo ditë për të mbajtur familjet, për të kontribuar në komunitet dhe shpesh për të realizuar ëndrat e njerëzve rreth tyre, duke bërë sakrifica që shpesh nuk shihen nga të tjerët. Çdo këshill, çdo mbështetje dhe çdo sakrificë që ato bëjnë, është një shembull i qartë i dashurisë, guximit dhe vendosmërisë. Në qytete, fshatra apo lagje të ndryshme, gratë shqiptare shtrinë dorën për të ndihmuar të tjerat, duke siguruar që asnjë fëmijë, asnjë familje apo asnjë grua të mos ndihet e braktisur. Ato janë mësueset e para të jetës, duke mësuar respektin, guximin, solidaritetin dhe dashurinë për të tjerët dhe gjithmonë duke treguar se fuqia nuk matet vetëm me arritjet profesionale, por edhe me atë që japin pa u ndalur. Një grua shqiptare nuk ndalet përballë sfidave ekonomike, vështirësive të përditshme apo presioneve të jashtme, ajo qëndron gjithmonë aty, e fortë dhe e mbështetshme, duke treguar se forca dhe dashuria mund të ndryshojnë realitetet dhe të krijojnë komunitete më të forta. Gratë shqiptare nuk mbështesin vetëm familjet e tyre, por janë një rrjet mbështetjeje për të gjitha gratë e komunitetit. Ato frymëzojnë dhe udhëheqin të tjerat duke dhënë shembullin e solidaritetit dhe forcës së brendshme. Nga gjyshja që udhëzon nusën e re, te motra që qëndron pranë motrës së saj në sfida të ndryshme, çdo grua shqiptare është një mbështetje për tjetrën. Ky solidaritet i heshtur është një fuqi e padukshme që ndihmon të rriten gjenerata të reja të forta, të vetëdijshme dhe të afta të ndryshojnë botën rreth tyre. Ky rrjet mbështetjeje nuk ka barriera, sepse çdo grua që ofron dorën e saj të ndihmës dhe dashurisë, krijon një valë të re fuqie që përhapet në komunitet dhe më gjerë. Solidariteti mes grave shqiptare tregon se fuqia nuk është individuale, por kolektive, dhe se çdo veprim i një gruaje mund të ndikojë tek shumë të tjerat, duke krijuar një cikël frymëzimi dhe mbështetjeje që zgjat brez pas brezi. Në këtë ditë të veçantë, nuk mund të harrojmë nënat shqiptare, ato gra që mbajnë familjet, komunitetin dhe shpesh edhe ëndrat e fëmijëve të tyre. Por 8 marsi nuk është vetëm dita e nënave, është dita e çdo gruaje që punon, dashuron dhe mbështet të tjerat. Nënat shqiptare tregojnë se dashuria, sakrifica dhe përkujdesja janë forca që ndikon në çdo hap të jetës. Ato na mësojnë se fuqia e një gruaje nuk matet vetëm nga ajo që arrin për veten, por nga ndikimi që ka tek familja, komuniteti dhe gjeneratat e ardhshme. Gratë shqiptare janë udhëheqëse pa tituj, që marrin vendime të rëndësishme për mirëqenien e familjes dhe shpesh edhe për komunitetin e tyre. Ato frymëzojnë vajzat dhe djemtë e tyre të ëndërrojnë lart, të besojnë vetes dhe të mos ndalen përballë sfidave. Çdo histori suksesi shpesh ka pas vetes një grua që e mbështet, e motivon dhe e drejton me dashuri. Fuqia e grave shqiptare nuk matet vetëm me tituj apo arritje profesionale, por me mënyrën se si ato ndihmojnë, mbështesin dhe frymëzojnë të tjerat. Kjo është arsyeja pse 8 marsi është një ditë për të gjithë gratë, për të njohur rolin e tyre jetik në çdo aspekt të shoqërisë. Sot, në 8 mars, le të kujtojmë se çdo grua shqiptare është një hero i padukshëm. Forca e tyre nuk matet vetëm nga ajo që bëjnë për fëmijët apo komunitetin, por nga dashuria, sakrifica dhe mbështetja që japin për të gjithë rreth tyre. Gëzuar 8 marsin të gjitha grave shqiptare.